Zoti im, besoj, të adhuroj, të shpresoj dhe të dua, kërkoj falje prej Teje, për ata që nuk të besojnë, nuk të adhurojnë, nuk të shpresojnë dhe nuk të duan. Më e shenjtë Trini, atë, Birë dhe Shpirti i Shenjtë, të adhuroj thellësisht dhe të ofroj trupin, gjakun, shpirtin dhe hynin më të çmuar të Jezu Krishtit, të pranishme në të gjitha tabernakullet e botës, në dëmshpërblim për fyerjet, sakrilegjet dhe indiferencën me të cilat ai vetë është ofenduar, dhe nëpërmjet meritave të pafundme të zemrës së tij më të shenjtë, dhe zemrës së papërlyer të Marisë, unë ju lutem, kthimi në besim të mëkatarëve të varfër. O më e shenjtë Virgjëresha Mari, ti erdhe te Fatime për të zbuluar hiret që vijnë nga lutja e ruzore së shenjtë për 3 fëmijët e vegjël pari. Na frymëzo me një dashuri të sinqertë për këtë përkushtim, në mënyrë që, ashtu si fëmijët, kjo të mos jetë një detyrë e rëndë, por një lutje jetëdhënëse. Lutjet e meditimet tona, mbi misteret e shërbimit ton, na afrofshin me birin tuaj, Zotin ton, Jezu Krisht. Soja jone Fatimes, sot lutemi për t'i dhënë fund vuajtjes dhe padrejtësisë që mundon kaq shumë pjesë të botës. Nëpërmjet fuqisë së Zotit, ju bët një mrekulli në Fatime dhe bët që dielli të kërcente për mira njerëz. Të lutem ndërmjetëso për ata që vuajnë. Zoti Jezus, mrekullit, profesit dhe lutjet që na sollin në najote në Fatime, mahnitën mbar botën. Ne jemi të sigurt për afërsinë e saj me ty. Ne kërkojmë ndërmjetësimin e zonjës Fatime, që me dashamirësi të dëgjoni dhe t'u përgjigjeni lutjeve tona. Ati ynë që je në qej, u shënjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëf vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën ton të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lërë të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi i qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ashtu si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.